Faleminderit, zoti kryetar. Po e ndiqja me interes në fakt ministrin, duke qenë se jam dhe antar i Komisionit Hetimor për aferën 600 milion euro të Çezit. Dhe i dhash të drejt në fakt kolegëve të partisë politike të ministrit në komision. Dje kemi bërë një orë gjysmë debat. Nëse fjalët që thua ti këtu, a janë burimi drejt për drejt, serioz dhe i përdorshëm indicie, të gjithë thanë jo. Një farë të drejtë e pas kanë patur se vetmja gjë që the është që plani 2 vjeçar do të sjellë begatin. Na the se si atyre që, si thot zonja Topalli, ju marrin bukën nga goja, duhet jenë të lumtur se shteti dhe buxheti i shtetit po shëndoshet. Na thej që kur ishte Kufo Mosheja dhe kishim drita ishit më keq se sot që është shëndoshur. Ecën në drejtimin e duhur, ecën më shpejt, po drita s'keni, duhet jenë më të lumtur. Nuk harrove të na thuash që ke bler ajo Osheja jote, me ato parat e bukës gojës që tha zonja, se jeni dhe ambientalisti ju që të gjithë, ka bler 10 makina elektrike, me nga 50 milion lek kosto secila, dakord? Dhe me sa duket, kjo është arsye sepse Ben Ameta i thot, se dhe është çuni shkathët, si të gjithë ju, që bëni shpejt përpara, nga Valixha Drunit kaloni kjo BMW-ja direkt, thot 18% më të lumtur janë shqiptarët. Me sa duket, kjo është arsyeja. Unë gjithsesi i harxova këto minuta se më let pres, në fakt, me pak vëmendje, siç ta thash. Por, nderuar kolegë, të nderuar qytetarë, këtu pati një vajtim të madh që e nisi ish ministri i brendshëm i fundit i diktaturës, duke na kujtuar që sot është 26 maj, ditë e zezë në historinë e Shqipërisë. Sepse të pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve kanë dalë protestojnë, sigurisht situata ka dalë jashtë kontrollit. Policia, mbase ka pasur ekses dhune, në çdo rast, dhimbja që kanë këta për atë 26 majin është e tillë që rrahësit e opozitës me datën 26 maj, drejtuesit e operacionit në terren sot i kanë deputet partisë tyre në këtë parlament këtu në këtë sallë. Është e njëjta dhimbje që kanë për 21 janarin, ata që i telendisën si grupi zjarri vrasit e Saliut e tjerë, me radhë kanë kryetar PS-je ku kanë mundur. Por ish ministri i brendshëm i diktaturës, në fakt një të drejtë pati. 26 maj është një ditë e zezë dhe e shënuar në historinë e Shqipërisë. Është 48 orë mbas 24 majit vitit 44, Kongresi i Përmetit, ku këta vendosën të gjithë bazën perverse sadiste të sundimit të maskarenjve mbi të drejtën. Shpronësimet, për cilët akoma sot ne po paguajmë haraqin, ku të vendosin gjykatat speciale të përbërë nga Kovaç e kurkthyes Hamej, që morën dhe krasitën të gjithë inteligjencën shqiptare. Me datën 26 maj 2024, ironikisht, është firmosur akti i parë që e bën zyrtar të gjithë sistemin e drejtësisë që mbijetoi në 46 vjet. Po, 26 maj, 72 vjet më pas, mbetet ende një ditë e zezë në historinë e Shqipërisë. Të njëjtat gojë të fliqura flasin dhe për reformë në drejtësi, sepse kjo që kemi sot nuk ju pëlqen. Me datën 26 maj vitit 2016 kërkojnë dhe një herë të njëjtën reformë në drejtësi siç e bën me 24 maj 44-s. Nëpër kinema, duke thirrur përjashta populli me qyngje kriminalët në litar. Për kë? Për inteligjencën e këtij vendi. Sot, në lidhje me u ndjen të fyer sepse u konsiderua kriminal kryeministri. Gramozi tha, kam kërkuar të ndërpritet seanca. Jo, Gramoz, nuk e kërkuar të ndërpritet seanca. Ke kërkuar të pritet fjala Sali Berishës. Fjala Gramoz, jo seanca. E bëre në një garë për të bërtitur çik më shumë, turpi i madh për ty, sesa të gjithë lehësit e tjerë që lehin me SMS, qoftë dhe nga Suedia. Fjala kriminal nuk është përdorur këtu në këtë parlament, tha Gramoz Ruçi dhe gënjeu. Seancat e parlamenti, që ditën që është hapur dhe ka qenë debati i lirë fjale, kanë qenë live, ju i dini të gjitha.
Problemi është, a është një fjalë jo etike, pa përshtatshme, a është një fjalë që i shkon oratorisë? Jo, nuk është. Problemi që kjo sallë ka prej 25-26 vjetësh është të zgjedh midis etikës dhe të vërtetës. E vërteta është ajo cilës du të jemi besnik në këtë sallë. E nëse etikja me të vërtetën nuk përputhen, kjo nuk është faj as i të vërtetës dhe as i etikës. Duhet ndryshuar realiteti. Kush konsiderohet krim në këtë sallë të mbushur plot me krim? Krim konsiderohet njësoj si në 44-ën të shash partin. Prostitucioni, droga, deri dhe vrasja, jo. Qofse e mbani mend, 46 vjetë thonin ka qenë burg. Për çfarë ka qenë? Ja, jo, ordiner. Okej. Me ato mund të rish dhe të pish dhe një kafe. Nëse ishte dënuar për politik, në mënyrën më absolute, nuk mund të qëndroje me të. Njollosje vetveten, bëheshe me njollë në biografi. E njëjta gjë sot. Kush konsiderohet sot kriminalin këtë sallë? Përpiqen të rrëmojnë në të kaluarat dramatike të kolegëve të mi në këtë anë, historisit të mira miliona shqiptarëve në 46 vjet, që kanë tentuar të kalojnë atë kufi të qelbur të ndyrë që ngritën, me tela me gjëmba, burg. Mëmëdheun e kthyen në një burg të madh rrethuar në tela me gjëmba. Në atë kohë e kishin tradhtit lart ndaj atë dheut, është një krim i rënd për ta. Është krimi që ka bërë profesor Samir Epishti. Është krimi që ka konsumuar profesor Arshi Pipa dhe cili do tjetër Trim, i cili vendosi të luante të gjitha për të gjitha. Ishte me rrezik jetën atë kohë. E bën dhe e kaluan. Ma kujtoi Edi Paloka, është i njëjti krim që bëri Ismail Kadareja në vitin 89. Akoma sot e kujtoj si na mlodhën në përklasa shkolle, njoftimi i partisë Gramozit, kur thoshte, kemi një lajm të rëndësishëm, partia na njofton, thamë se ka vdek njëri. Jo. Kadareja ka dezertuar. Ky është njoftimi publik që bën. Është e vërtet, përmendën këtu parafolësit figura të nderuara që janë ulur në këtë sallë parlamenti me bindje politike diametralisht të kundërta me ato të mijat, me bindje sovjetike, bolshevike, bindje krenarie për murin e Berlinit. Është e vërtet, këtu janë ulur në këtë sallë që në kohën kur është mbledhur parlamenti i parë demokratik 255 veta. Ishin ajka e këtij vendi, ishin të gjithë profesor doktor. Edhe pse ishin bolshevik. Kujtoj me nostalgji seancat në cilat këtu dëgjoja të fliste profesor doktor Recep Mejdanin. Ju lutem mos ndryheni. Profesor doktor Alfred Palokën. Profesor doktor Kastriot Islamin. Morder dhe profesor doktor Skënder Gjinushin. Sot të gjithë profesoratin e keni nxjerrë në rrugë. Nuk janë më. Nuk janë më të denjë të përfaqësojnë këtë parti. Nuk janë aq intelektual, sa që janë ata që kanë rekorde kriminale, madje, aq shumë burg kanë bërë, aq shumë burgje kanë ndruar, sa që me të drejtë dhe me sinqeritet thonë, burgun e Gjermanisë nuk e maj men për çam futën mrena. Këtu në këtë pikë jemi sot. Jemi në këtë pikë sot dhe nuk është krim. Kur e akuzon këtu kolegu i këtyre Ben Blushi, qohet dhe i thotë më ke vënë kriminal për të më kërcënuar. Jo. Qohen dhe i hidhen Ben Blushit në fyt, jo këti. I hidhen me SMS. Kafshojeni. I hidhen dhe kafshojnë Ben Blushin. Asnjërin për nesh, është brenda tyre. Dhe Ben Blushi është një ndër të paktët nga ata që di ende shkrim e këndim dhe që ka ende kurajon të mos hesht, po të flas. Të thotë se ç'po ndodh, brenda për brenda këtyre të thotë se ç'po ndodh me ju. U fol sigurisht aq inteligjent sa ta ke mbaruar doktoraturën në Rebibja, Regina Çeli apo në San Vitore, apo në çdo burg tjetër nuk jam. Unë kam bërë atë shkollën që quajnë të gjithë shkollë, jo atë që konsideroni ju diplom. Gjithsesi, në kuadrin e patriotizmit, fillon broçkullat për Kosovën dhe për Serbinë. Kush? Këta që akoma sot kanë herot popullit Shefqet Peçin. Çfarë bëri Shefqet Peçi? Shefqet Peçi çoi brigadat partizane se masi shiruam vendin ton me forcat tona, që i thyen brinjët gjermanit atëherë. Shiruam dhe gjysmën e Jugosllavisë deri në Vishegrad. Me kë luftoi Shefqet Peçi? Luftoi me kriminal lufte, me forcat reaksionare. Komandanti i tyre ishte Shaban Polluzha,
Shaban Pollusha është heroi i Kosovës. Shaban Pollusha është heroi i Kosovës. Në shembullin e Shaban Pollushës u vetë sakrifikua Adem Jashari. Shaban Pollusha për vete luftoi në emër të vlerave që kishte lënë Azem Galica. Sot vinë dhe na tregojnë se sa e duan Kosovën. Shko thuaj në Prishtinë që hero ke Shefqet Peçin, që është dhe hero i Jugosllavisë, dhe që kriminal lufte akoma sot në librat e shkollës, të shkruara nga Pascal Milo, ke Shaban Pollushën. Kjo është dashuria që keni për atë dheun, kjo është dashuria që keni për çdo vend tjetër të cilin nuk e milni dot. Problemi është se drama e këtij vendi është se drejtohet nga çunat shkathët, e thash në shparë. Nuk kanë ardhur me dhunë, kanë shfrytzuar këtë simpati që kemi si shoqëri e prapambetur, për çunat e shkathët. Erdhi nga fshati me një valixhe drurja, bravo i qoftë, tani bredh tutje të hunë për Tiranë me BMW X5. Është djali i shkathët, ai ka rregulluar punët e veta. Me po këta djemt e shkathët, ku i gjejnë këto lekët, i nderuar qytetar? Pse nuk je dhe ti aq i shkathët? Sepse ti, po të tregojnë se si kanë bërë lekët, do të thonë që kanë marrë atë çapën e bukës gojës të asaj zonjës që shet kokoshka atje dhe thotë nuk më lën të jetoj një jetë me dinjitet. Kam quar letrën në bashki, kam thënë të lutem shumë, më lër të bëj një aktivitet, më jep një leje ku ti shes kokoshkat, sepse pos hallave që më ka dhënë Zoti mos më shto dhe ti hall, më lër të jetoj me dinjitet. Jo, i majnë makinën e kokoshkave. Dhe kjo ndodh, s'është hera e parë. Mbasi i kanë shkelur me këmbë prasin, pazin, majdanozin asaj nënës shkret, që pastaj e mori dhe bëri dhe një fotografi me të. Të njëjtët policë, të cilët u pezulluan dhe me sa duket kanë dalë që nuk e kanë bërë pa leje atë punë. Të njëjtët persona të cilët denoncojnë çdo ditë në internet, duar të vrara, duar të mëdha, duar pune, mbeten të tendosura në ajër, me përballë një polic që shkruan si kur të jetë pushtues një flet gjobe. Flet gjobe cilës i del për Zot Lalieri, i cili dhe mbasi del që flet në gjobës e ka bërë me falsifikim, me ekspertizë nga policia këtyre, jo e jona, jo e Saliut, prap vazhdon të thotë këtu nuk ka drejtësi, vazhdon të denoncojë gjyqtarët, dhe ndërkohë, bulevardi, rrugët e Tiranës, janë të shtruara jo me pllakat e Lalierit, janë të shtruara me kumdhat shahine që i shkelin policët e tij, xhandarët e tij, njerëzve që kërkojnë të jetojnë me dinjitet. Atyre që nuk preferojnë të shkojnë në Itali të bëjnë lapsuse tek trotuari, tek semafori në Rimini, mbas orës 2 të natës. Apo të merren me industrinë e blojës në Zvicër, duke shitur miell, që në fakt lajthiten objekt nga herë del që është dhe në një gjë tjetër e palejuar, por këta nuk e dinin. Jo, janë njerëz që kanë zgjedhur dinjitetin. Janë njerëz që bukën nga goja, dinjitetin po ju ashkelin çunat e shkathët, që shumë shpejt ju ka ecur fati. Kanë gjetur dhe njeriu e duhur, dhe janë bërë mirë, janë bërë rehat, janë bërë kurrizin tënd, i nderuar qytetar. Në bazë të raporteve të Bankës Botërore, rezulton që 67% e shqiptarëve janë në uri ose në kufit e saj. 67% e tyre, persona që tentojnë në këtë vend të nxjerrin jetën me dinjitet, kërkojnë leje për t'i dhënë bukë fëmijëve dhe lejen s'ua jep njëri, se na prish estetikën e Tiranës. Çunat e shkathët të ardhur nga fshati tashmë vishen firmato, nuk e shikojnë dot se si mund të qiten kokoshka nëpër cepa rrugësh. Si mund të kesh ti guximin të më prishësh pamjen në mes Tiranës, ku jemi këtu në Kandahar? Jo, je më keq se në Kandahar. Këtu njerëzit vuajnë për bukë. Dhe bukën atyre ja ke marrë ti. Po cili është shqetësimi i qeverisë? Sot 2-3 orë përpara, tamam kur i pritej fjala Sali Berishës për që po denonconte këto gjëra, shoh në një nga portalet online, qeveria ka marrë një vendim historik të miratoj planin e veprimit të martesave gay, që ishte edhe dëshira e komunitetit shumë të respektuar LBGT, i cili do të na çojë drejt martesave gay shumë shpejt. Shumë respekt për sensibilitetin e qeverisë dhe cilit do tjetër. Por më lejoni t'ju them që 67% vuajnë për bukë, nuk e kanë këtë problem estetik që ka komuniteti gay. Ndërkohë që komuniteti gay në Shqipëri në bazë të statistikave është 0.06%. Ky është shqetësimi i qeverisë. Dhe kjo është kriminale, kjo është më shumë se kriminale.
Armiku i kësaj qeverie, të nderuar qytetar, janë kokoshkat, janë çamçakizat, janë cigaret, janë kafeja dhe uji pa gaz, i cili del dhe shitet pa faturë fiskale. Ky është një krim i rënd. Nuk është krim, po dhe majdanozi. Nuk është krim të shestësh drogë, nuk është krim prostitucioni, nuk është krim as të kesh harruar se për çfarë ke bërë burgun në Gjermani. Sa burg kam bon. Atë Gjermanisë nuk e më mend për çam kanë fut. Di që kam qenë mrena. Jo, ky nuk është krim. Përkundërzi, këto janë shpifjet e baltosjet të Saliut. Ndërkohë që krim është i denoncosh këto. Krim nuk është as të ulen dhe të ngrehen avionët këtu në këtë vend, që marrin dhe transportojnë drogë, janë kapur të paktën një herë. Avionët me gjithë qeverinë, avionët me gjithë policinë, avionët me të gjithë ata që ulërasin këtu sot dhe tregojnë se kush është kriminali. E mbani mirë mend të nderuar qytetar, kush nuk e mban mend ja kujtoj unë. Në maj të vitit 2014, eksaktësisht me datën 10 maj të vitit 2014, kur këtu u kapën, u ra në prerë avioni drogës, i Reformatos, dolën dhe qeshën u gajasën të dy bashkë. Edhe i gjithë ekipi që ishte mbrapa, çunat e shkathët të ardhur nga fshati që sot bredhin me BMW. Po disinfektonin pyllin për mushkonjat, edhe ky gjest shumë fisnik. Në fakt, avioni kishte qenë duke marrë drogë. Personat janë në burg, askush nuk mbajti përgjegjësi, si hyri, si doli, sa herë kanë hyrë dhe kanë dalë. Vazhdojnë denoncimet nga qytetarët përsëri me avion droge, përsëri plasin një gajasje e madhe. Këtë radhë po disinfektojnë dhelpërën e kuqe. Dhe dhelpëra e kuqe mund të jetë shumë e dëmshme, nderuar qytetarë. Mos e konsideroni kaq lehtësisht këtë punë. Qeveria, ashtu sikur se po ju jep drita, ashtu sikur se po ju jep ujë, ashtu sikur se ju ka ulur që të gjitha taksat, ashtu sikur se ju ka bërë 18% më të lumtur. Do të merret edhe me dhelpërën e kuqe se qeveria nuk neglizhon asgjë. I nderuar qytetarë, që është e kuqe është, dhe ju e dini. Dhelpër nuk është. Është një qelbës që po e qelb këtë vend dhe po na largon nga ky vend që në vitin 44, njësoj si 72-shin, njësoj si 97-ën. Janë çunat e shkathët që kanë bërë hajir në për Tiranë tutje të hu, kanë ardhur me valixhe drurit tani ecin me BMW X5-a. Çap mbas buke të vjedhur prej jush. Ju faleminderit, nderuar qytetarë. Ne detyrohemi të merremi me ngjarje dhe me data, por kemi një detyrim, besoj, shoqëror, që t'i themi kolegu Strazimiri ta marri pak më lehtë, se Enver Hoxha ka vdekur, Stalini po ashtu ka vdekur, edhe Karl Marksi e tjerë kanë vdekur. Po nuk ta ka përmend emrin, tu drejtu si folës. Zoti Strazimiri për replik, po vetëm si folës, as tu referu në emër, as të thënë gjë. Zoti drejtuesi i seancës, i ndërpret fjalën Sali Berisha se ka qef Gramoz Ruçi. Dhe pastaj kur përmendën deputetët nuk ju jep më fjalën për replik. Kjo fort korrekte nuk është në asnjë ent rregullores. E para. Dhe e dyta, unë falenderoj shumë zonën Felaj për informacionin që më dha që Stalini ka vdekur. Për sa i përket Enverit, e keni amanet që atëherë veç ditëlindje do të ketë veç 1908. Megjithatë, prap po ta pranoj në emër të çunave të shkathët. Se dhe ti çuni shkathët je. Faleminderit. Bushati.